Pas mbërritjes në Prishtinë, shefja për politikën e jashtme në Bashkimin Evropian, baronesha Catherine Ashton, ka nisur takimet e para me krerët më të lartë të shtetit. Ashton ishte shoqëruar nga përfaqësuesi i Ballkanit në Bashkimin Evropian, Fernando Gentilini, dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar. Rreth orës 9 të mëngjesit, Ashton është takuar me presidenten Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi, si edhe me ministren e integrimit Vlora Çitaku. Ky takim, i cili përfundoi rreth orës 11, u mbajt në presidencën e Kosovës, ndërsa mediat nuk u lejuan të marrin pamje brenda ambientit. Pas takimit, një deklaratë zyrtare ka dalë nga zyrat e presidencës. Në të thuhej se baronesha Catherine Ashton ka vlerësuar konstruktivitetin e palëve në procesin e dialogut, duke thënë se është arritur një përparim i dukshëm në dialog dhe se është e rëndësishme zbatimi i të gjitha marrëveshjeve të arritura. Kurse presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, nga ana e saj citohet të ketë thënë se duhet të jemi të pakompromis në insistimin tonë që qeveria e Serbisë duhet të shpërbëjë strukturat e saj ilegale dhe paralele në komunat në veri të territorit të Kosovës, sepse ato po mbajnë peng jetën e qytetarëve serb. Më pas, baronesha Ashton u takua me liderët e partive politike kosovare. Mos pjesëmarrje në këtë takim e kishte paralajmëruar vetëm lëvizja vetëvendosje. Në këtë moment jemi në një fazë të fillimit të fundit për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Takimi është në vazhdim me kërkues zgjidhje, të cilat mbeshin kuadër të legjislacionit të Kosovës, por që mund me qenë zgjidhje adekuate për tema që shqetësojnë qytetarin e vendit. Ndërkohë, në dalje të godinës së qeverisë së Kosovës, disa studentë të Universitetit të Prishtinës protestuan me pankarta në përduar, duke paraqitur shqetësimin e tyre lidhur me mos integrimin dhe mos liberalizimin e vizave. Megjithatë, protesta e vogël ishte paqësore dhe kaloi pa asnjë incident. Pas Prishtinës, baronesha Ashton ka udhëtuar drejt Beogradit, ku dhe ka zhvilluar takime me krerët më të lartë të shtetit serb.